Horoskopi ditor, 25 nëntor 2025, dashi, sot mund të ndiheni pak të shpërqendruar në fillim, dashi, ndaj është e rëndësishme të zgjidhni fjalët me kujdes dhe të mos nxitoni me vendime. Mund të keni dëshirë të tregoni pavarësinë tuaj, por gjërat mund të mos shkojnë gjithmonë siç dëshironi, ndoshta sepse nuk jeni plotësisht të bindur për veprimet tuaja. Vetëdyshimi mund të shfaqet në sipërfaqe, duke ju bërë të ndiheni të pasigurt. Sot mund të shfaqen situata që ju nxisin të lëshoni zakonet e vjetra ose qëndrime që ju kanë mbajtur mbrapa. Marrëdhëniet mund të kërkojnë më shumë mirëkuptim, ose njerëzit përreth jush mund të kenë nevojë për pak hapësirë. Megjithatë, është një ditë e shkëlqyer për të bërë një hap pas dhe për t'u dhënë vetes pak pushim, ndërsa dita avancon, energjitë ndryshojnë. Kjo bëhet një kohë e mirë për të rifituar qetësinë dhe për të përqendruar mendjen dhe zemrën me pozitivitet. Afërsia dhe ngrohtësia me familjen dhe të dashurit janë në fokus dhe mund të ndiheni të nxitur për të sjellë më shumë hapje mendore dhe ndjeshmëri në marrëdhëniet personale. Sot është dita për të parë gjërat me qetësi, për të lënë pas shqetësimet dhe për të përqafuar mundësitë e reja me zemër të hapur. Demi, sot mund të ndiheni të ndarë midis dëshirës për të qenë me dikë që ju vlerëson dhe nevojës për të ndjekur rrugën tuaj, Demi. Shfaqja e pavarësisë mund të duket pak e pasigurt ose jo natyrale, por është e rëndësishme të gjeni një mënyrë për të balancuar dëshirat tuaja me ndjenjat e njerëzve që doni. Këto nuk janë gjëra që nuk mund të bashkohen, mund të kujdeseni për të dyja njëkohësisht. Gjatë ditës mund të shihni një marrëdhënie nga një këndvështrim i ri, duke kuptuar më mirë dinamikat dhe mundësitë që keni për të afruar njerëzit e dashur. Ndërsa dita avancon, motivimi dhe optimizmi rriten. Ju tërhiqni vëmendje për shpirtin tuaj të hapur dhe veprimet e vogla të dashura mund t'ju afrojnë më shumë me dikë. Sot mund të keni biseda frymëzuese ose edhe shërues që ju ndihmojnë të lidheni më thellë me të tjerët dhe të ndiheni më të plot emocionalisht. Binjakët, sot, në pjesën e parë të ditës, mund të ndiheni të sfiduar nga pasiguria ose tensionet e vogla, binjakët. Është e rëndësishme të përpiqeni të kuptoni të tjerët para se të nxirrni përfundime, veçanërisht me miqt, kolegët ose njerëzit me të cilët punoni. Mendoni se si të ruani ndjenjën tuaj të lirisë personale, duke mos lejuar që përgjegjësitë e përditshme të shqetësojnë pa nevojë. Kjo mund të duket pak e vështirë, por përmes këtij përpjekjeje do të kuptoni më mirë ndjenjat dhe nevojat tuaja. Ndërsa dita avancon, tensionet bien dhe ndiheni më të lirë dhe më optimist. Mund të shfaqet një ndjenjë më e madhe bolluku ose gëzimi. Dhe dëshira për të ndarë kënaqësinë tuaj me të tjerët rritet. Mund të ndiheni të nxitur të bëni diçka të mirë për dikë të veçantë, por edhe për veten tuaj. Aktivitetet që ju japin kënaqësi dhe ushqimi që ju ngroh shpirtin mund të kenë një tërheqje të veçantë sot. Gaforja, në pjesën e parë të ditës mund të ndiheni pak të shpërqendruar ose të lidhur me tensione të vogla, gafore. Por këto momente nuk janë të dëmshme, ato janë mundësi për të kuptuar më shumë mbi vetveten dhe mbi njerëzit që doni. Fokusi tek puna, shëndeti ose një iniciativë që është e rëndësishme për ju mund t'ju ndihmojë të kaloni çdo shqetësim të vogël. Në marrëdhënie, mund të jetë e lehtë të prekni ndjeshmëritë e të tjerëve, por kjo mund të shërbejë si një mësim për të kuptuar më mirë veten dhe ata që ju rrethojnë. Ndërsa dita avancon, tensionet largohen dhe ju ndiheni më të lirë për të shfaqur veten dhe idetë tuaja. Sot është një ditë e mirë për të lënë pas mosmarrëveshjet dhe për të ndarë dashuri, krijimtari dhe komplimente me të tjerët. Kjo mund t'ju sjellë gëzim dhe shpërblime. Ju shihni më lehtë anën pozitive të situatave dhe kjo ju ndihmon të shkëlqeni dhe të frymëzoni të tjerët me mënyrën tuaj unike të shprehurit. Luani, sot ndjeni një nevojë të fortë për hapësirë dhe pavarësi në marrëdhënie, veçanërisht brenda familjes ose në ambientin e shtëpisë, luan. Është e rëndësishme ta trajtoni këtë me maturi dhe të kuptoni nevojat tuaja të brendshme para se të merrni vendime.
Kur e lidhni këtë me intuitën tuaj dhe dëshirat e vërteta, mund të bëni zgjedhje më të mira dhe të balancuara. Ndërsa dita avancon, miqësitë mund të forcohen dhe marrëdhëniet familjare të bëhen më të ngrohta dhe të lehta për t'u menaxhuar. Sot është një ditë e mirë për të zgjidhur mosmarrëveshjet ose për të përmirësuar lidhjet, duke dëgjuar me vëmendje të tjerët dhe duke ndarë mendimet tuaja hapur. Veprimet të vogla bujare, qoftë anonime ose të dukshme, mund t'ju sjellin kënaqësi dhe mbështetje të papritur. Gjithashtu, mund të ndodhë diçka e veçantë, si një rastësi e çuditshme, që sjell gëzim dhe freski në jetën tuaj. Sot është një ditë e mirë për të besuar tek dikush dhe për të ndjerë një lehtësim emocional që ju përforcon lidhjet dhe ju bën të ndiheni të vlerësuar. Virgjëresha, në pjesën e parë të ditës mund të ketë disa pengesa ose keqkuptime të vogla, Virgjëresha, por ju ndiheni se po bëni përparim në projektet që janë të rëndësishme për ju. Edhe pse ndonjëherë mund të jetë e lodhshme të merresh me njerëz që nuk janë të sigurt për veten, kjo është një mundësi për të mësuar durim dhe për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Sot mund të shfaqen mundësi unike për t'u argëtuar dhe për të përmirësuar marrëdhëniet ose projekte që kanë hasur vështirësi më parë. Ndër veprimet e këndshme me të tjerët ose veprimet të vogla bujare mund të jenë në fokus, duke sjellë gëzim dhe lehtësim emocional. Është një ditë e mirë për të mësuar diçka të re dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Zemra e hapur mund t'ju hap dyrë dhe t'ju sjellë mundësi për të përparuar në interesa të veçanta. Në përgjithësi, kjo është një ditë që ju ndihmon të përballeni me stresin e jetës me më shumë durim dhe perspektivë, duke përmirësuar si gjendjen tuaj, ashtu edhe të atyre përreth jush. Peshorja, sot mund të ketë disa keqkuptime ose vendime të vështira në fillim të ditës peshore, por kjo sjell edhe mundësi të reja për t'u zbuluar. Nëse keni ndjerë që diçka ju ka penguar ose kufizuar, mund të ndiheni më të pakënaqur sot, veçanërisht në lidhje me gjërat personale, financat ose ambientin që ju rrethon. Dëshira për të bërë një ndryshim të madh mund të jetë e fortë, por është e rëndësishme të merrni kohë për të reflektuar dhe planifikuar, ndërsa dita avancon. Ndiheni mirë duke u lidhur me dikë të veçantë ose duke punuar për të zhvilluar diçka të rëndësishme, qoftë një biznes, një marrëdhënie apo një projekt personal. Shpreha e bujarisë dhe hapësia që tregoni ndaj të tjerëve sjell reagime pozitive. Komunikimi juaj funksionon mirë dhe këshillat praktike që shkëmbehen mund t'ju ndihmojnë të arrini rezultate konkrete. Sot është një ditë e mirë për të bashkëpunuar, për të mësuar nga të tjerët dhe për të sjellë më shumë qetësi dhe harmoninë që ju karakterizon, duke përmirësuar si jetën tuaj, ashtu edhe atë të njerëzve përreth jush. Akrepi, në pjesën e parë të ditës mund të ndiheni pak të tensionuar, akrep, por ka momente pozitive që mund t'ju sjellin qetësi dhe energji të reja. Marrëdhëniet mund të kërkojnë kujdes dhe durim, por pak fleksibilitet dhe gatishmëri për t'u përshtatur mund t'ju ndihmojnë të përparoni dhe të largoni bagazhin e vjetër emocional, ndërsa dita avancon. Mendimet dhe idetë e reja ju tërheqin fuqishëm dhe komunikimi rrjedh më lehtë. Mund të merrni më shumë liri për të vepruar sipas intuitës tuaj dhe kjo rrit motivimin dhe kënaqësinë personale. Marrëdhëniet forcohen kur ndani filozofitë dhe bindjet tuaja personale me të tjerët. Idetë dhe perspektivat e të tjerëve mund të hapin horizonte të reja dhe të zgjerohen botkuptimi juaj. Edhe pse energjitë sot nuk janë më të mirat për detajet të imta, kjo është një ditë e mirë për të ndjerë një rritje të humorit dhe frymëzimin. Sot është momenti për të reflektuar, për të komunikuar dhe për të marrë frymëzim nga bota që ju rrethon. Shigjetari, në fillim të ditës mund të ndiheni pak të ndjeshëm emocionalisht shigjetar dhe mund të keni nevojë për më shumë hapësirë se zakonisht. Kërkesat e të tjerëve mund të jenë të shpeshta dhe shpërqendruese, ndaj është e rëndësishme të merrni drejtimin dhe të identifikoni zonat ku duhet të bëni ndryshime për të ndjerë më shumë kontroll mbi situatën, ndërsa dita avancon. Mund të ndjeni një lidhje më të fortë me dikë të veçantë ose më shumë sinqeritet me veten tuaj. Ndjenja e paqes me veten rritet, ju bëni më të qeshur, të lehtë për të marrë dhe më të përfshirë në atë që ndodh rreth jush. Mbështetja nga të tjerët vjen natyrshëm sot.
sepse njerëzit duket se janë më të gatshëm, të përfshirë dhe bujar. Bisedat dhe ndërveprimet mund të jenë të fryqme dhe të ushqyera me energji pozitive, duke ndihmuar të ndiheni të mbështetur dhe të lidhur me të tjerët. Sot është një ditë e mirë për të kultivuar marrëdhënie të ngrohta dhe për të shijuar momente intimiteti dhe bashkëpunimi me të tjerët. Britsjapi, sot ndiheni të përkushtuar ndaj një qëllimi afatgjatë, një kauze apo ëndre që keni në zemër, britsjap. Jeni gati të pranoni punën që kërkohet për të arritur aty ku dëshironi të shkoni. Në fillim të ditës, sfida është të zgjidhni një fokus të qartë në vend që të qëndroni në pasiguri. Emocionet dhe ndjenjat mund të jenë pak të komplikuara dhe vendimet e nxituara ose ndryshimet e mendjes mund t'ju shpërqendrojnë. Sot nuk është koha për vendime të mëdha dhe përfundimtare, sepse mund të mos shihni vlerën e vërtetë të gjërave, njerëzve dhe situatave. Megjithatë, është një moment i fuqishëm për të u lidhur më thellë me nevojat dhe tendencat tuaja të brendshme. Sa më shumë që e kuptoni veten, zgjedhjet tuaja bëhen më të informuara dhe të qëndrueshme. Ndërsa dita avancon, tensionet largohen dhe mund të arrini një nivel të ri mirëkuptimi me dikë të veçantë ose mbi nevojat tuaja në marrëdhënie. Sot është një ditë e mirë për të falur dhe harruar, për të kaluar pengesat emocionale dhe për të lënë pas bllokimet e vogla. Gëzimi dhe optimizmi juaj tërheqin vëmendje pozitive dhe ndiheni mjaftueshëm të sigurt për të ndarë idetë dhe mendimet tuaja me të tjerët. Ujori, sot është një moment i fortë për të shijuar përparimin drejt qëllimeve tuaja, ujor. Edhe përpjekjet e vogla për të përmirësuar jetën tuaj mund të sjellin kënaqësi të madhe. Kjo është një ditë e mirë për të hequr kufizimet që ju mbajnë pas dhe për të hapur rrugë të reja për të shprehur vetveten. Në fillim të ditës mund të ketë disa pengesa ose keqkuptime, por ndërsa dita avancon, gjithçka rrjedh më lehtë. Mund të ndiheni veçanërisht të entuziazmuar për një projekt ose për ndjekjen e një ideje të veçantë. Pengesat që mund të duken sfiduese duket se zgjidhen më lehtë dhe përpjekjet tuaja nuk kalojnë pa u vënë re. Të tjerët vlerësojnë punën dhe përkushtimin tuaj. Duke ju inkurajuar të bëni më të mirën, sot mund të ndiheni mirë për përpjekjet tuaja për të përmirësuar rutinën ose mënyrën se si e organizoni jetën. Është një moment i mirë për të ndarë diçka me dikë në mënyrë të besueshme dhe të ndiheni më lehtësuar. Idetë dhe projektet e reja mund të jenë të shumta dhe frymëzuese, edhe pse nuk ka gjithmonë kohë për të realizuar gjithçka që dëshironi. Peshqit, në pjesën e parë të ditës mund të ndiheni pak të pasigurt dhe të shqetësuar, i dashur peshk për shkak të emocioneve të papritura të njerëzve përreth jush. Është e rëndësishme të qëndroni fleksibël dhe të mbani mendjen të hapur, në mënyrë që të shmangni frustrimet. Mosmarrëveshjet mbi para, vlera themelore ose respekt mund të ndodhin, por nuk duhet të ndikojnë mbi humorin tuaj. Ndërsa dita avancon, energjia bëhet më e lehtë dhe mund të shfaqen mundësi për lumturi të përbashkët, bashkëpunim dhe gjeste dashurie. Projektet kreative ose idetë që keni në mendje mund të lullëzojnë dhe ndihma për një mik ose një njohje mund t'ju japë një shtysë pozitive. Një person ose grup që ka një natyrë krijuese, vizionare ose të pazakon mund të ketë një rol të rëndësishëm sot në jetën tuaj. Gjithashtu, mund të ndodhë një kthes pozitive në dashuri ose një shpërthim energjie që ju mbush me entuziazëm. Sot është një ditë e mirë për të shfaqur talentin, për të bashkëpunuar dhe për të marrë frymëzim nga marrëdhëniet dhe projektet që ju bëjnë të ndiheni të gjallë dhe kreativ.